Normalisht si feja islame me rregullat e veta nuk ka lënë hapësirë për të cilën edhe nuk ka dhënë qëndrime dhe sqarime, kështu që edhe për sportin sigurisht ka domethënë sqarime. Andaj nëse ka mundësi një sqarim të përgjithshëm mbi kujdesin për trupin dhe aktivitetet fizike që sipas fesë islame dhe sipas rregullave të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falje dhe ndihmë kërkojmë. Ju falenderojmë juve hoxha që edhe ju ndani kohë dhe bëni konak me një qëllim që mundohemi ta sqarojmë dhe ta shpjegojmë fenë me mundësitë tona të diturisë, që ta plasojmë te vëllezërit tanë kudo që janë në botë. Feja islame është feja universale dhe e vetmja fe e pranuar të Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ka lënë çështje pa e plasuar dhe pa e shpjeguar dhe pa e sqaruar. Qoftë me fjalë të Allahut në Kur'an ose pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij ose më vonë Khulafa ar-Rashidin, domethënë katërat e sahabët më të mëdhej që kanë qenë edhe khulafat të Islamit, edhe hoxhallar të tjerë, domethënë secilën herë janë munduar ta sqarojnë dhe ta shpjegojnë këtë fe që muslimani ta kupton më mirë. Duke pas parasysh që njeriu, për t'i thënë njeriu duhet me pas edhe shpirtin edhe trupin. Njëra nëse nuk është atëherë nuk është njeri. Por çka i themi dikujt që ka vdek kur i del shpirti. Mirë po, njeriu si njeri kalon në për faza edhe rritet në për faza, domethënë edhe sporti është çështja ose puna që ndihmon trupin, sikur që imanin, pasi që themi që imani është zemër ose zemra dhe njeriu nuk jeton pa shpirt, shpirti nëse ushqehet me iman, nëse ushqehet me namaz e me obligimet tjera që i kemi ndaj Allahut, atëherë edhe trupin duhet me ushqehet me diçka. Në këtë rast trupin e ushqejmë me ushqim përditshëm dhe me sport. Domethënë pjesët e trupit kanë nevojë për lëvizje përditshme, mirë po mos ta bëjmë një herë në muaj, një herë në vjet, ose kur kemi ndonjë smundje atëherë mjeku na thotë se duhet më marr me sport, por jo. Domethënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë al-mu'minu al-qawiyyu khayrun min al-mu'min ad-da'if, që do të thotë që muslimani ose besimtari i fortë është më i mirë se sa besimtari i dobët. Por atë shkak unë i thras të gjithë vëllezërit muslimanë kado që janë që të ndajnë kohë për mu marrë me sport, mirë po me atë sportin që e kemi të lejuar si musliman në fejnë tonë, e jo me atë sportin që është i ndaluar. Sepse feja është, do me thonë, feja islame ka ardhur për njerëzit dhe për të mirën e njerëzve, nuk ka ardhur për me kundërshtu njeriu si njeriu ose me mundu njeriu. Në shumë versete kuranore Allahu xhaleshanu thotë që Islami është i lehtë, edhe pse ne mundohemi ndonjëherë shumë rand ta bëjmë. Islami është i lehtë, edhe sporti në fundit është çështje shumë e lehtë, por nëse ne nuk mundemi dhe nuk dim ta ndajmë kohën 24 orë, bile unë edhe dje edhe në xhama, thash nëse shqiptar bën vaki 70 orë, u dosh me bën ditën dhe natën, Allahu subhanahu wa taala se s'po na dalin orët. Mirë po nëse muslimani është i sinqert, në këtë rast edhe muslimani edhe shqiptari është i sinqert ose kushdo që është, nëse është musliman, ka kohë më marrë edhe me namaz, ka kohë më marrë edhe me ibadet, ka kohë më marrë edhe me fëmijët e vet, me edukim. Mirë po, mos të harrojmë këtu, është interesant sporti edhe morali, sporti edhe etika, sepse njëra patjetër nuk shkon. Sigur që për shembull Ramazani nuk shkon pa sabër, pa durim, namazi nuk shkon pa durim, edhe jeta nuk shkon pa durim, edhe sporti nuk shkon pa moral dhe pa etikë. Dëshone me ndërhyrje të thotë veprimet, angazhimi fizik që sot për shembull i kanë dhënë emrin sporte, sa të janë veprime fizike. Në kohën e fundit do thotë njerëzit ankohen për mbi peshë. Një pjesë e madhe për shembull Malik më herët tash ka filluar edhe tena, domethënë njerëzit me fitu mbi peshë. Pse se me zhvillimin teknologjik njerëzit pak lëvizin. Kanë kere, domethënë punën në përzyre, lëvizja është zvogluar, ushqimi është bën normalisht më i shumt, më shumë ka bereqet, më thonë ashtu. Ushqimi është më i madh, lëvizja janë më të vogla edhe vjen deri te mbi peshë. Kësi raste domethënë mbi peshë pastaj krijon sëmundje të ndryshme, yndyrna në gjak, sheqeri i rritun, tensioni i rritun, edhe lloj domethënë sëmundje tjera. Normalisht këtë rast faktikisht marrja me angazhim fizik ose me sporte domethënë që fetarisht nuk kanë probleme angazhimi me to,
të ndihmon që domthon të kesh një balans sikur se përmendet mes asaj ushqimit shpirtnor edhe asaj që është ushqim domthon fizik ose trupor edhe angazhim domthon të muskuleve ose zhvillim domthon i muskuleve që më qenë njeriu fundit i fuqishëm. Edhe aty që përmende besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se besimtari i dobët, se fundit njeriu kur është me shëndet të mirë falet në kom. Po. Kur s'mundet të më fal ult. E dallimi mes asaj kur e fal namazin kom edhe ult është gjysmë për gjysë. Për shembull, pas e nën tjetër, njeriu që është i fortë mund të më fal për shembull gjym saat jemi në 2 rekate namaz ose 1 saat, ama kur është i dobët, do 5 dakika se lodh. Andaj domon në këtë prizmë kur e shef do thotë edhe zhvillimi fizik i ndihmon besimtarit domethën për me. A mos flasim për mejdanin e xhihadit që normalisht nëse njeriu domon është i dobët aty s'ka dhe çka lidh, vetëm nuk ka pengesë. Ai mundet me pas edhe haram smarrjen. Po, mundet vetëm i pengu muslimanëve jo edhe me ndihmë. Jo, në këtë rast mundemi ne, domethënë me përmend edhe ata kushtet e Islamit si kushte, për shembull 5 kushtet e Islamit, më precis jemi, di kushte kanë të bëjnë edhe me aspektin shpirtëror edhe me aspektin trupor, domethënë. Për shembull kemi namazin edhe haxhin. Për shembull namazi edhe e bëjmë ibadet Allahun, mirë po vetëm ngritja jonë mëngjes, për shembull në 4 regjim, se ka domethënie. Domethënë se njeriu që është i sinqert ngrihet në atë kohë sepse një obligim Zotit ta çon në vend, ama e ngritja jonë, domethënë edhe ajo sport. Me qenë se pasi që Allahu e ka lënë në atë orë të hershme, ka domethënie të mëdha dhe ka dobi të mëdha, edhe namazi domethënë mundi me pas dobit që dihen dobi shpirtërore që e çon njeriu në xhenet, domethënë Allahu dhe lëshon kënaqet me atë që e fal namazin, edhe ai është i kënaqur me Allahun, por edhe dobia fizike, për shembull, ta quajmë namazi, çfarë dobi ka në aspektin fizik, për shembull njeriu kur rinet e jat, ai stili i të ndëjtmës, nëse merr informata nga mjekët, ata e shpjegojnë më mirë se çfarë dobi e ka, për shembull në ruku, kur bën jo rastësisht pejgamberi sa më thot, kur të bish në ruku, drejto, domethënë bën ruku ashtu si duhet, kur të bish sejdë, ai stili i tramës sejdë, edhe ai ka dobi fizike, por shte ndëjtja në kam, domethënë duhet më në kam drejtë, jo mu laku, duhet me ai shiqimi, pejgamberi ka thonë duhet me shiqu para, domethënë të gjitha këta punë kanë dobi. Mos flasim për haxhin, haxhi edhe dobit, domethënë shpirtërore, por edhe dobit fizike, për shembull, nëse e bën tavafin në poshtë, i ki një kruk, një rreth, ta quajmë ndoshta 300 metra, 400 metra, mirë po nëse e bën katin e tretë, ata që kanë qenë haxhi dinë 1 kilometër është një kruk, një tavaf i ka 7 sillje, domethënë 7 rrethe, 7 rrotullime një tavaf, 7 kilometra. Unë për vete ku kam shkuar në hax, në fillim s'kam pas mundësi me lëviz, kam lëviz, mirë po me njëherë kam pas dhimbje në kamp, po edhe me siguri dhe tjerë. Mas 2 ditëve duke duke u mundu atje për me arrit qëllimin pse kemi shkuar atje, domethënë edhe ai qëllimi kryesor më afru te Zoti, por edhe dobit fizike, ta quajmë sport. Për shembull ka njerëz që mjeku ja u preferon në mëngjes të ecin. E nëse ne ngrihemi në sabah, falemi sabahin, e ke xhamin 1 kilometër larg. A nuk është mirë kjo, domethënë të di aspektet i shfrytëzon muslimani, edhe aspektin shpirtëror, domethënë kënaqet me namazin që e fal, por edhe aspekti fizik. Namazi edhe haxhi, Allahu dhe lëshanhu, këto i ka caktuar obligime për musliman, mirë po këtu mund me nxjerrë edhe aspektet e zhvillimit trupit muslimanëve, por edhe trupit njerëzve në përgjithësi në botë.